Studime të shumta kanë treguar që përbërësit aktiv të xhenxhefilit, si gjinxherolët dhe shogaolët, ndikojnë në metabolizmin e yndyrnave dhe përshpejtojnë djegjen e tyre. Në një studim të publikuar në Phytotherapy Research, është evidentuar që konsumi i rregullt i xhenxhefilit ndihmon në uljen e ndjeshme të peshës trupore, sidomos në rastet e obezitetit. Gjithashtu është vënë re një përmirësim i ndjeshëm i ndjesisë së ngopjes, duke ulur kështu nevojën për konsum të tepërt ushqimi. Përveç kësaj, xhenxhefili ka treguar efekte pozitive në kontrollin e niveleve të glukozës në gjak, duke ndikuar pozitivisht edhe në parametrat e tjerë shëndetësor. Xhenxhefili është një bimë që ka treguar efekte të shumta pozitive në organizëm. Sipas studimeve shkencore, disa nga përfitimet kryesore të xhenxhefilit përfshin sistemi kardiovaskular. Xhenxhefili ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe përmirësimin e qarkullimit të tij. Gjithashtu, ka veki antiinflamatore që mund të ndihmojnë në reduktimin e rrezikut për sëmundje të zemrës. 2. Sistemi tretës. Është i njohur për aftësinë e tij për të lehtësuar problemet me tretjen, siç janë të përzierat dhe fryrjet. Xhenxhefili stimulon prodhimin e enzimave tretëse, duke ndihmuar në përmirësimin e absorbimit të ushqyesve. 3. Inflamacioni dhe dhimbjet. Përbërësit aktiv të xhenxhefilit kanë efekt antiinflamator, prandaj përdoret shpesh për të lehtësuar dhimbjet muskulore dhe ato të kyçeve. 4. Sëmundjet respiratore. Xhenxhefili mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave të ftohjes dhe gripit fal vetive të tij antibakteriale dhe antivirale. Përgatitja e xhenxhefilit për humbje peshe, përfitime kardiovaskulare apo parandalim të sëmundjeve mund të bëhet në disa mënyra. Ja një recetë e thjeshtë. Çaj xhenxhefili. Përbërësit: një lugë gjele xhenxhefil të freskët të grirë ose një lugë çaji pluhur xhenxhefil. 1 deri 2 feta limoni ose limete. Një lugë çaji mjalt, opsionale, 250 ml ujë. Përgatitja: 1. Zieni ujin dhe shtoni xhenxhefilin e grirë. 2. Lëreni të ziej për 5 deri 10 minuta. 3. Hiqeni nga zjarri, shtoni fetat e limonit ose limetës dhe mjaltin. Konsumimi: pimi 1-2 filxhan në ditë, preferohet para vakteve. Xhenxhefili mund të kombinohet me çaj jeshil për efekt të shtuar antioksidues ose me kurkumin për veti antiinflamatore. Këshillohet të mos teprohet me sasinë, veçanërisht nëse keni ndonjë problem shëndetësor. Gjithashtu, konsultohuni me mjekun para përdorimit të rregullt. Xhenxhefili është përgjithsisht i sigurt për shumicën e njerëzve, por ka disa grupe që duhet të tregojnë kujdes ose ta shmangin. 1. Fëmijët. Në doza të vogla, xhenxhefili është i sigurt për fëmijët mbi 2 vjeç, por këshillohet të konsultoheni me pediatrin para përdorimit. 2. Gratë shtatzëna. Xhenxhefili mund të ndihmojë me të përzierat, por duhet përdorur me kujdes, veçanërisht në 3 mujorin e parë. Gjithmonë konsultohuni me mjekun. 3. Personat me probleme të stomakut, ata me ulcer ose refluks gastroezofageal, duhet të shmangin sasi të mëdha të xhenxhefilit, pasi mund të përkeqësojnë simptomat. Personat me çrregullime të gjakut. Xhenxhefili mund të hollojë gjakun, prandaj ata që marrin medikamente për hollimin e gjakut ose kanë probleme koagulimi, duhet të jenë të kujdesshëm. Në përgjithësi, përdorimi i moderuar i xhenxhefilit është i sigurt për shumicën e të liturve. Për të qëndruar të përditësuar me përmbajtjet më të reja dhe interesante, atëherë ju ftoj të abonoheni në kanalin ton në YouTube, Edon Gerbani, për të ndjekur përmbajtje interesante dhe profesionale. Gjithashtu, na ndiqni edhe në Instagram dhe TikTok për të mos humbur asnjë nga visit. Ju faleminderit për mbështetjen.